Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, e humbi betejën për liri dhe në gjykatën kushtetuese. Me shumicë votash, kushtetuesja vendosi rrezimin e kërkesës së Metës për shfuqizimin e masës Ares me burg, me argumenti se masa e sigurisë e vendosur ndaj tij është e lishme dhe proporcionale. Ndërkohë, kushtetuesja nuk e ka marrë në shqyrtim mënyrën e arrestimit të Metës në tetor 2024, pasi për këtë çështje ish-presidenti ka bërë kallëzim dhe po heton nga prokuroria e Tiranës. Sa i takon kriterit për shtarimin e mjeteve juridike, kërkuesi ka pretenduar cënimin e të drejtës për të mos iu nënshtruar torturës apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues. Gjykata konstatoi nga njëra anë se kërkuesi ka parashtruar këtë pretendim në gjykatat e jurisdiksionit të zakonshëm me procesin gjyqësor për verifikimin e kushteve dhe kritereve të caktimit të masës sigurisë personale dhe nevojat të sigurimit. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore kompetente nuk kanë vepruar në këtë kohë me nismën e tyre për të adresuar pretendimet e kërkuesit. Megjithatë, sipas informacionit të përcjell nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, kërkuesi ka paraqitur kallëzim lidhur me ngjarjen dhe pranë saj prokurorie në vitin 2025 është regjistruar procedim penal për veprën penale kryerja e veprimeve arbitrare, të parashikuar nga neni 250 i kodit penal, për të cilin hetimet janë në vijim. Në kushtet kur nuk ka ende një vendim përfundimtar nga gjykata e zakonshme mbi këtë çështje, gjykata me shumicë votash vlerësoi se nuk mund të marrë në shqyrtim duke qenë se kontrolli i saj ka natyrë sublinare, në kuptim të nenit 131 shkronja F të kushtetueses. Gjykata u ndal në vlerësimin e argumenteve të kërkuesit në drejtim të cënimit të lirisë personale në aspektin sublinar të lidhur me standardin e dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova dhe parimin e proporcionalitetit. Gjykata me shumicë votash vlerësoi se në çështjen penale ndaj kërkuesit duket se ka fakte dhe informacione që arrin të bindin një vëzhgues të jashtëm se kërkuesi mund të ketë kryer vepra penale për të cilat dyshohet. Ndaj nuk ka arritur në përfundimin se kufizimi i lirisë së tij është kryer në mungesë të dyshimit të arsyeshëm. Masa e sigurimit personal ndaj kërkuesit është vendosur pa një qëllim të lishëm. Garantimin e mbarvajtjes së procesit penal të ngarkimit të tij, ajo nuk është jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes dhe nevojat të sigurimit. Si dhe është në përputhje me rregullat procedurale të KPP-s për caktimin e saj. Në përfundim të shqyrtimit të kësaj çështjeje, gjykata vendosi me shumicë votash rrezimin e kërkesës. Ilir Meta ndodhet i izoluar që prej tetorit të vitit 2024, pas akuzave për korrupsion, shpërdorim detyre dhe fshehje pasurie të ngritura të tij nga SPAK.